الكلمة الطيبة. عادت فكبرت الجموع لربها وأذنت العليا Të nderuar vëllezër, të nderuar besimtarë. Tauhidi është çështje më madhështore, për të cilën duhet të rendin njerëzit të realizojnë ata, që të fitojnë kënaqësinë e Allahut të madhëruar. Ai person i cili nuk ka tauhid, ai nuk ka fe. Ai person i cili nuk i njeh Allahun, ai nuk ka besim të pastër, por e ka të përzier atë në idhujtari. Tauhidi nuk është teori e cila mësohet dhe ngelet në tru, siç bëjnë 2 dhe 4. Por tauhidi është vetë jeta që duhet ta jetojë njeriu për Allahun e madhëruar. Shumica e njerëzve mendojnë që tauhidi është thjesht 3 lloje: tauhidi rububie, uluhie, isma o sifat. E mësoj këtë gjë, mbasi mësoj thotë unë jam tauhid dhe mësoj është tauhid. Dhe nuk arrin ta kuptojnë që tauhidi është njeriu të gjithë jetën e tij ja përkushtoi Allahut më dhëruar. Ky është tauhidi vërtet.